diku është të luan të shkolla? Tek obori i shkollës. Obori i shkollës, një pjesë e madhe kanë vdekur, një pjesë janë jashtë në klasë, jo në këtë foto, kam pas edhe qitëse në famshme kampionen Eglantina Lalmi, një vajzë shkëlqyer. Foto tjetër, na i tregon pastaj, foto tjetër, që ta bëjmë... krenaria jote më e madhe Luan? Shiko, njeriu ka vepra. Elio? Unë kam vepra, unë kështu e them. Çdo njeri, çdo shkrimtar, kineasta, thuaj çfarë dush, ka vepra. Ndërsa kur e veprat janë fëmijët. Elio dhe Eva. Eva dhe Eva, po. Elio dhe Eva. Eva dhe Elio. Ky atë bëm emision e parë në bashkë. Me vërtet, Se s'mpyet atë mua, ta tregojmë. Ky njeriu Mas emisionit? Mas emisionit. Jo, gjatë emisionit, ky kishte marrë Evën telefon. Kishte live? Po, live. I kishte thonë, Eva... Motrën? Motrën, tha, shikojme, tha, është një burrë aty, tha, që pretendon se baba jon, tha. Kush është ky, tha? E njeh gjë. Po motra çaj tha? Eva tha, unë e kam bab, tha, nuk e di çfarë gjetë. I thash... Po ti çaj i the pasaj kur... Ta tregoj motra. E di pse e them këtë, sepse e kam për brezi përgjithësi. Të pish kafe me Elion, pra unë të pi kafe me Elion, unë duhet t'i them, duhet të fus një mik, një shok, të them, thuj Elios të pi një kafe me mua. Do të thënë, do të pish një kafe me Elion, ti them unë? Po, vetëm me ty ai mund të vi. Ta bëj kështu ti bie tani direkt? Hajde të pish kafe me... Ja, unë do ta bëj direkt këtë. Hajde të pish kafe me... Inshallah... Ta hap telefonin. Jo, po mua më hapaj, i them jam live, i them unë. Ja, dhe pishi kafe me babin. Ose me që jemi këtu. Po pra. Sadria me... Inshallah është. Sadria me... Jam live, Elio, të përshëndes, jam Landi, jam me babin tënd këtu dhe të lutem, po futem mik. A ka mundësi të pish një kafe me babin tënd? Jo, mos qesh. Jo, do të thënë, ai është futur mik te mua, unë jam ndërmjetësi, pra do të thënë, ju kafen do pini vetëm ju dy. Jo, unë jo. Jo vetëm ju dy, po vetëm do të thënë pranove, në cilën kur e do orën dhe Po. Vetëm për ty pranoj, thot. Për ty apo për mua? Jo, do të thënë ti pranon për mua, se jemi live ore. Po, për ty, more, për ty. Do të vetëm për mua pa. Shiko? Zagonisht nuk ka lëj kohë me pensionista. Ashtu. Ua, do të thënë kjo, e kuptoj kjo. Mirë, kur ta organizojmë këtë? Për mua mjaft që të pi kafe me djalin, po se kur e vendosni është fat i madh. Okej, do ta zgjidhun. Elio, të falenderoj shumë për këtë, nuk e merr me mend se sa e vlerësoj këtë që u tregoi gatshëm të pishi kafe me babin tënd. Faktin që ky që jam sot ke ndihmuar dhe ti. Nuk është asgjë. Të falenderoj unë, mirupafshim, shihemi në takimet e tjera. Mirupafshim. Luan, mos më thoj që s'më ke ndihmuar fare në jetë, se ngele duke ankuar. Ja pra, të ndihmova. Jo, faleminderit pra. Një takim me djalin. Po me kusht jo të jesh atje. Jo, edhe tikesh. Jo, do ikë. Po zihemi këta unë. Se? Në kafe zihemi, nuk e di zihemi. Këtë shafshim. Ure, sa ke pa të akur me djalin? Me vajza. Sa ke pa të akur me djalin? Sa ka, këtë nuk ka një... Me thënë drejtë një muaj. Një muaj pa të akur djalin? Sa lak i keni shpit? Po, vija erore mu t'jetë një 6 kilometra. Dhe se këtë akur... Mirë, ja të regullove. Takim tani, do dhënë, gëzua vit e ri dhe jemi regull. Ha më pleq, si jeni, thotë e shkruaj. I shu Thomas më shkruaj dhe mu, bon shaka këshu po. E jo ka punë të vete, jo portalet, jo me vajzë, me bashorten. Foto tjetër. Më shkrive me këta. Kjo është Buran Kalaja. Buran e kam intervistuar. Kër erdi nga Italia? Ka ndruar jetë, një nga personazhet që ishte pjesë e grupit të shqiptarëve të atyre të rinjve që me një kamion goditën portën e ambasadës italiane, ku është sot godinë e ambasadës amerikane, në 23 qershor 1990. Të parët që do të thënë u futën mbas. Tash unë do përsëris atë që ti e ke thënë, po unë kam qejf ta përsëris.
Buranit ose Fatos Kacelit, ata janë dy heroj edhe Duhet një bullësime më... duhet një të paktën një emër rrugë, se është simboli i lirisë, janë simbolet Unë di se për Buranin është bërë një rrugë. Jo. Nuk është bërë? Jo. Atëherë Luan unë të premtoj që ne, do të thëmë, aq njerëz sa e dim këtë histori, do të bëjmë një peticion, do të bëjmë një kërkesë, do të bëjmë diçka. Ose Buranet ose Fatosi të paktën dikush duhet kishte. Burani ka qenë një Jo, unë madje kam qenë për këtë, të bëhet një bazëreli, një kujtim të vendosen emrat e tyre. Ky patar u bë si përmarrës në Itali. Itali. Erdhi vinte në atë kohë dhe më takonte mua. Me çfarë merresh në Itali? Si përmarrës, ndërtime kështu, kishte punëtor shqiptar dhe punonte pastaj. Shumë interesant, shumë interesant. Histori ndroi jetë me. Po. Okej, foto tjetër. Kjo është karikatura e Medi Belortas në librin Njëhet Falco, në zhbotimi Toenës, i Fatmir Toçis dhe miqve të mi i Renës, të cilët kanë botuar 2 librat nga të mijat, po i pari ishte ky. Po ky është, kush është portret aty? Unë. Ti? Si jam fare? Po, kështu më ka bërë edhe, i thash unë Medi Belortas, i thash, ç'është kjo që më ke bërë? Po tha ti s'ke laps, tha ti ke gryk topi. Ajo është kështu si antitank. Si antitank. Si antitank. Po, foto tjetër e bukur shumë. Medi Belortaja. Medi Belortaja është më bukur. Kam bërë disa karikatura mu, miqtë e shokët, nga këto që kanë stil se... Ja, presim një moment, një çast. Ky libri, ky është brillanti Çe histori ke me Agim Doçin? Një histori për të qeshur? Sa dush ka me Agimin. Një trego. Shtë të them, ta thash, e kam thënë edhe herë, më duket se mbaj mend. Po? Ku ishim këtu, po tregoj të fundit fakt, të fundit fare. Këtu isha në Pogradecën. Isha ke shtëpia aty të një mikut tim, është i njohur ai, mu ta përmend emrin besoj, Agron Dalipaj. Po? Se unë e kam mik Agronin, po nuk merre me ato që mbulon Agronin për gjosinë, ku ta diun, po e kam shumë mik, se ka humor edhe shumë kulturë. Përballë vilës ku banoja unë, ishte Gimi me të shoqen. Edhe unë e pash nga dritarja, edhe i thash, Doçi bërë me 2 gishta për humor. Ky u fut brenda i thash shoqes, Dilmir thash se është një marr aty, thash siç mbon me dorë aty ke balkoni thash. Kur dolja e tha, Shluani me Luan Lazë, tha. Pas kam hik kretën, tha. Vërka stile, Jo, nuk më njofti. Nuk njofti? Si ishim më larg se 20 metra vilat. Dhe doli aty, zbrit poshta, merr lek me vete, tha, të m'japish kafe atje, tha. Dolëm aty, kemi qesh, e kemi kujtu kohët. O, zot, gjitha ato, Masimo Evdiq. Në fakt, e kishte shenja se e pash si kishte një lloj humbje, sklerozë, s'mbante mend, rrëshkiste nga një herë kështu. Por kam një kritik këtu për pjesën kosovare. Ky njeriu ka bërë 750 këngë për Amarshin UÇK-s. Marshin UÇK-s. Dhe asnjë fjalë kur vdiq Agim Doçi, asnjë fjalë s'është thënë. Asnjë emër rruge, asnjë shkolle, asnjë institucion. Gimi ishte institucion, nuk ishte poet që kishte bërë poezi. Okej, foto tjetër, ta bëjmë çik më kështu sot të relaksuar. Luan këtu? Këto janë... Kush je ti këtu? Unë jam këtu i dyti. Sa pas e ndryshuar, ti pas ke qenë Kaçorës, ti... Jam rinuar, te kam qenë i vjetër. Ku jeni këtu? Te Lulishtja e Falcës? Ke Skënderbeu poshtë, to janë shkrimtar në librin e parë që u botu. Unë kisha një tregim serioz në gazetën Zërinis, edhe Teodor Laço, për cilën kam një respekt të jashtëzakonshëm, si njeri është shkrimtar. Teodori më lodhi tregimet më të mira të autorëve të ri dhe bëri një libër, Ata që kemi pranë. Dhe titulli i tregimit është titulli i librit është titulli i tregimit tim. Janë 25 autor. 25. Këta kush janë, Manman? Po, ai është Gani Leka. I jeton në Belgjik. Ai është Ilir Zhilla. Ai Ilir Zhilla, po. Ai është ish drejtori i TSH, u bë më vonë, Liri. Ai është Mimoza Harova, të më fali, ka qenë mësuese në Elbasan. Po, tjetër? Kjo Eglantina. Eglantina Harova, më emrin kësajt, ka qenë në Institut Bujqësor, punonte inxhiniere elaborante. Po. Gani Leka. Po ai është në Itali, martuar me një italiane. Po nuk është bërë përveç Ilir Zhillës të tjerë, nuk është se kanë vazhduar poezinë. U bën shkrimtar, tregime për shembull Faruk Myr tjetër. Okej, foto tjetër. Po, mu të tregoj një gjë se atë ditë që bëm këtë diskutimin. Thua. Si që ishim 25 autor, 3 bashkë me atë, na morën me autobus, sa po kishe vdekur Enver Hoxha. Edhe na çuan ke varrës të dëshmorëve. Atje.
Edhe bëm një homazh atje. Nuk na tha njeri, bëm homazh edhe Me grusht në rrugë? Jo, vetëm kështu, ndetëm. Një 5-6 nga këta, jo nga këta këtu, asnjëri nga këta, se kam edhe një fotografi që janë 25 veta, shkuan edhe ulën e puthën varin. Ulën atje. E puthën vetë varin. Është mirë, shumë bukur, ashtu kam bindje ashtu ndjeni. Po më e bukur se 3 nga ata, pas viteve 90 ishin armiqtë betuar të Enver Hoxhës. Dhe duke e sulmuar. Po kush ishin këta? E ti thu pse shku paradokse. Si më Ore kush ishin këta? Po na e thuaj Po 2 nga ata janë jashtë shtetit. Janë jashtë, kanë shqiptar të famshëm. Po, s'janë të famshëm, po. Shqiptar. Ata. Po shqiptar, po janë nga këta që bëjnë kështu kritika dhe ju japin mend kështu, ë? Po këta Luan, japin kështu mend kështu nga jashtë. Po shkruajnë her pas here. Ë, bëjnë kështu thotë. Për këta të 3 shokut, unë kam komunikuar me Gjovalinin, me Ilirin, po shkruan her pas here. Unë jam me kostum këtu, edhe ky. Kështu kam qenë. Pa me pak pantallona kobësh, po ishe e thjesht, gjithmonë i thjesht. Foto tjetër. Kjo më pëlqen shumë. Kjo ka bërë këtë? Këtë ka bërë Fatmir Haxhiu. Unë e kisha mik Fatmirin, shkoja në studio. Më ka njohur Siri Sulejmani dhe ai tha, Siri do t'i tha. 85-ën Luan? 85. 30 maj. 3 ditë përpara unë do shkoja në Qeparos, atë kam bërë pushime që 82-shën unë, në shtëpinë e Lefter Koçit, i miku tim nga Qeparoi. Çe kishte Petra Koçi? E ka kushuri. Kam parasysh zonën kur. Edhe në shtëpinë në Qeparo lart. Edhe më tha Fatmiri, thash po do hiki. Tha zotrote, tha kam pozu udhëheqit për mua, tha pozo ke ti, tha. Do të bëj një portret, tha mu. Ulo, tha. E ula aty unë. Edhe ma bëri për 3 sherekore, ma dha unë e ruaj si gjithë shtrenjtë. Si ignorant që jam, e kisha ku. Mos fol keq për veten. Jo, jam krenar. Kur erdhi një shok nga Amerika, nipi Kadri Roshit, Ardiani është edhe piktor, jeton në Amerikë. Edhe po ja tregoja, më tha, kush ta ka bërë këtë Fatmir Haxhiu? Po më tha, kjo është thesar, tha, që të ka bërë ai ty. Si e mbati këtu, tha, bëj një kornizë, tha. Qysh atë? Pa kornizë ke? E kisha pa kornizë, e kisha. Ardiani më nxiti dhe unë e bëra kornizë dhe kam atje tash në shtëpi.